Procesi i konstruimit të institucioneve të Kosovës kërkon seriozitet, kërkon përgjegjëshmëri dhe kërkon demokraci. Dhe në këto 3 pika, ajo që Aleanca ka bo, është shumë e thjeshtë. Ka prezentu një opcion programor si politika strategjike, të cilat janë jashtëzakonisht rëndësishme për Kosovën. Ato janë të ndame në 6 pika, por realisht janë 3 sektor këç. E para ka të bëjë me energjinë dhe ndërlidhet me një nevojë jetike. Kryeministri Kurti dhe vetëvendosja duhet ta pyet veten, a dojnë me lanë Kosovën në varësi të tregtisë, të energjisë dhe në varësi të Serbisë, për shkak se siç shihet transaksioni më i madh ka ndodhur me ta, apo don të ndërton kapacitetet qëndrueshme, të cilat nuk janë veç një lloj. Pra, gazi amerikan nuk ka të bëjë që ne jemi duke i bëni shërbim Amerikës, për shkak se tregu i Kosovës është relativisht i vogël për ta, po ka të bëjë me qëndrueshmëri dhe me hyrjen edhe të një burimi energjetik përmes gypave dhe shfrytëzimit të gazit LNG, i cili do të shfrytëzohej kur i nevojitet Kosovës. Pra, përveç aspektit të qëndrueshmërisë energjetike, po ashtu gazi amerikan është edhe lidhje strategjike, politike me një vend mik. Çështja e dytë rreth energjisë ka të bëjë me investimet që duhet të ndodhin në termoelektronat tona. Si ka mundësi që për 6-7 vjet radhë thot ne flajm në pasurinë më të madhe nëntoksore të Thëngjillit, dhe të mos bëhet asnjë investim. Ne kërkojmë që investimi të ndodhë po ashtu edhe në termoelektronat tona, për shkak se ndotësi më i madh i Kosovës është vetë Kosova A. Dhe përgjatë kohës kem pa afera korruptive në KEK, afera korruptive me energji, po nuk kem pa investime. Pra në këtë pjesë pikën e kemi bukur të saksume në raport me edhe gazin amerikan, edhe investimin në energji. Çështja e dytë ka të bëjë me ekonominë. Ne kërkojmë që pragu i TVSH të ngritet nga 30.000 në 100.000. Pse? Dhe ku e bazojmë këtë? Për shkak se ka të bëjë me një ngulfatje serioze të bizneseve të voglave, të ndërmarrjeve të vogla private, të cilat operojnë rreth 30.000 deri në 50.000, e cilat duhet realisht ta mshefin përmes kontabilistave punën e tyre, për shkak se kur e kemi shkuar atë kë kem pasur dikon rreth 25.000 deri në 30.000 raportojnë rreth prej 25.000 deri në 29.000. Dhe ne po themi ngritën në 100.000 sheu frymën bizneseve. Kjo krijon edhe tyra më të mëdha, kjo e lufton evazionin fiskal dhe e ndihmon punësimin. Për shkak se nëse kjo rritet, do të punësohet një njeri më shumë, do të ketë një investim më shumë në secilin biznes të vogël. Çështja tjetër që lidhet me ekonominë ka të bëjë me tokën e punueshme. Ne po themi zero tax për tokën e punueshme dhe kjo e stimulon në radhë të parë që mos ketë tokë të papunuar, dhe të njëjtën kohë subvencionet të shfrytëzohen më mirë e më shumë në mënyrë që të ketë prodhimtari të vendit më shumë. Pika tjera ndërlidhen edhe me infrastrukturë, pra me infrastrukturën rrugore. Ne kemi kërkuar që të përfundohen herë për gjithmonë infrastruktura rrugore. Është e papranueshme që sot dikush që niset me shku për Kamenicë, për Dardan, që do të mund ta shfrytëzonte autostradën e Gjilanit, t'i bëj 2 orë gjyshtri. Njëjtë është për Pej, rruga për Pej dhe rruga për Dugaxhin është turturë në vetveti. Ndërsa edhe në rrugën për Podujev, po edhe në rrugën për Mitrovic janë mbet disa çështje që duhet përfundohen dhe një herë për gjithmonë infrastruktura rrugore t'ia lehtësoj jetën dhe funksionimin e Kosovës. Dhe në fund ka të bëjë me Prishtinën. Shumë e kanë keq kuptuar konceptin e Prishtinës. Ne e dimë që Prishtina është kryeqytet dhe i ka tyrat më të mëdha vetanake të gjenerume. Po ne nuk po flasim për atë buxhet, ne po flasim për planifikimin buxhetor që duhet ndodh me një rreth rrotullim e që quhet Ring Road rreth Prishtinës në mënyrë që qyteti të bëhet më kryeqyteti të bëhet më jetueshëm. Kështu se na të gjithë jemi të një rajoni, të një qyteti, të një fshati, po operimin e kemi në Prishtinë dhe investimet në infrastrukturën e gjerë të kryeqytetit do ndihmonin funksionimin më të mirë të shtetit në kryeqytet. Pikat tona programore, që janë rrjedhimisht kërkesa të politikave publike, janë publike. Dhe as nuk
Zoti Kurti, respektivisht lëvizja vetëvenduese, nuk duhet asnjëherë me na kthy letër. Ata në fakt për gazin amerikan duhet ta bëjnë një veprim shumë thjesht. Qeveria e Kosovës duhet t'ia dërgon një letër qeverisë amerikane, në Departamentin e Shtetit, ku do të zotohet si shtet për infrastrukturën e gazit amerikan. Pra s'ka të bëjë me neve, na se dojmë na çu neve atë letër. Tjerat janë vendime. Pra ne nuk po kërkojmë hisën qeveri. Ne nuk po bllokojmë për shkak se po lypim ministri, as ambasador, as kryetar kuvendi. Ne kemi qenë të paftuar në procesin e kaluar. Dhe si ndodhi që të bëhet tash aleanca parti e respektueme. Ne jemi parti e respektueme, jemi parti shtetformuese, jemi bukur të brengosur me një pozicion të cilën Zoti Kurti e ka marrë tash e sa kohë. Kjo duhet ndryshoj. Kosova kur historinë e vet politike nuk ka qenë man situatë të rëndë. Dikush thot pse? Sepse qysh ka logjik që 2 vite, se në tetorin është shpallë zgjedhjet që din para 2 vite, që 2 vite Kosova të udhëheqet me ushtrish detyrë. A e dini pse? Për shkak se kjo është vetë synimi strategjik i këtij kryeministri. Ai don me qenë në funksionin e kryeministrit si kryeministër në detyrë që të kap të gjitha institucionet që ndërlidhen me regulator, kush i ka në dorë? Qeveria. Kush i ka në dorë paranë publike, që është përndajti, ka qeveria. Kush e ka në dorë institucionet kryesore që i bin tyrat, vetë qeveria. Pra, ky don me qenë pozicion të funksionit si kryeministër, po duke mos pasur mbikëqyrje e as kontroll legislativ nga kuvendi dhe as me dhënë përgjegjësi për marrëveshjen ndërkombëtare. Kjo është arsyeja pse Aleanca ka shkuar një hap përpara, duke u larguar nga kërkesa për qenë qeveri, duke mos kërku as një pozicion të vetëm politik të emnuar në qeveri, duke i garantu pozicionin e vet në kuvend. Për çka? Për tema dhe çështje që janë të mirë të Kosovës.